Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndet zemër dhe ju uroj një ditë plot mbarësi dhe shëndet. Sot Mirëmëngjes Shkodër do të ndalet në një temë të veçantë. Ne zakonisht I drejtohemi mjaft ngjarjeve aktuale, por tematika e sotme ka të bëjë me një thellësi në ecurinë e viteve, më shumë se një shekull. Atëherë kur lufta e parë botërore kishte trokitur dhe kishte nisur. Një skenë e përgjakshme luftimesh natyrisht është edhe Shqipëria dhe veriu e po ta lokalizojmë ende më shumë Dukagjini. Viti 1915. Ushtëritë malazeze mësyn në Dukagjin edhe bilanci është shumë tragjik. Do të ndalemi pikrisht këtu, pasi edhe historiografia shqiptare e trajton gjërësisht, por gjithmonë duhet një njohje ende më e madhe nga opinioni për historinë, për vlerën që ka ajo dhe mesazhet që transmeton. Unë sot kam ftuar edhe me kërkesën e tij historianin dhe shkrimtarin Prel Milani, I cili në hulumtimin e tij I është drejtuar kësaj periudhe dhe kësaj zone, pikrisht kësaj lufte të ushtrisë malazeze në Dukagjin. Mirëmëngjes zoti Milani, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjitme. Kënaqësi që ju kam në studio, pavarësisht se tematika ka të bëjë me ngjarje të përgjakshme, zjarre, lufte, dhe që unë mendoj duhet të jap një reflektim ose një njohje ende më të madhe tek njerëzit, apo jo? Kënaqësia është edhe për mua, mirë se u gjeta. Viti 1915 ka një seri ngjarjesh, Shkodra, Shqipëria, Dukagjini, janë në vorbullin e luftës së parë botërore. Mirë është që këto ngjarje të përkujtohen, sidomos nga brezat, janë ngjarje trajtuar edhe nga shtypi dhe dokumentet edhe bashkëautorët të kohës, janë trajtuar në mënyrë korrekte, edhe nga historiografia e kaluar janë trajtuar, por ajo që nuk më nderoh mua është sepse ka 30 vite pas demokracisë që këto ngjarje pothuajse që janë lënë harres. Jo vetëm kjo, por shumë ngjarje tjera nuk vlerësohen, nuk kujtohen, edhe po rritën brezat tanë që nuk e dinë edhe se ka ndodhur, edhe nuk futen në kalendarin e festave të rëndësishme kombëtare, datave përkujtimore, edhe datave përkujtimore, qoftë kombëtare, qoftë bashkisë, qoftë edhe komunave që tash nuk ekzistojnë më. Prandaj është detyrë jona që t'i përkujtojmë, t'i nderojmë me respekt edhe t'i njohim. Natyrisht shifrat të flasin vetë, 110 jetë të humbura, viti 1915, ku zonat të nxehta të luftës së përgjakshme të malsorëve të Dukagjinit kundër ushtrisë malazeze. Në çfarë rrafshi u zhvillu pikrisht kjo periudhë ngjarjesh të përgjakshme dhe cili ishte qëllimi I kësaj lufte? Nuk mund të flitet për një ngjarje që ka ndodhur në Shkodrë ose në Dukagjin, nëse nuk sqaron rrethonat kombëtare në cilat ndodhin, ose ndërkombëtare. Në planin ndërkombëtar kishte filluar lufta e parë botërore. Në Shqipëri ishte larguar Princ Viti që kishte qenë I caktuar nga fuqitë e mëdha. Në Shkodër pas largimit të Vitit u largua edhe që administrohen nga Komisioni Ndërkombëtar. Me largimin e Komisionit Ndërkombëtar, autoritetet lokale që ishin mbështetëse të këtij komisionit I dërguan kërkesë Italisë, sepse forcat malazeze filluan veprimet ushtarake ndaj Shkodrës dhe rrethinave të saj dhe I kërkuan ndihmë qeverisë italiane. Shqipëria në kohë ishte shesh lufte. Në veri lindje dhe deri në Shqipërinë e Mesme kishin depërtuar serbët, në pjesën veriore dhe veri perëndimore filluan malazezet. Në Shqipërinë e Mesme ishte qeveria sa Toptanit, në Bregdet italianët, në jug kishin filluar greket, më vonë erdhën edhe francezët, më pas edhe austriakët, pra ishte një situatë tepër
e nërlikume, aq më tepër kur në Shqipërinë e mesme lodhi një lëvizje pa kontrolluar, nostalgjik të regjimit vjetër, filluan një lëvizje ku kërkonin bashkimin e Shqipërisë me Turqinë, domethënë ishte një veprim i nxituar, shumë i gabuar, që i shkonte për shkak fuqive të huaja që kishin hyrë në territorin shqiptar. Siç e thamë, përfaqësuesit e kotës i kërkuan nim qeverisë italiane, qeveria italiane thotë do t'ju kërkojmë, nuk do të keni pasoja nga Mali i Zi, nëse për krahni qeverinë e Sat Pash Toptanit, i cili kishte dorësin në Tiranë dhe kishte ardhur deri në Shëngjin në Lezhë. Megjithatë, autoritetet asaj kotës vepruan mirë dhe nuk pranuan që të bien të Shkodra të administrohej nga Esat Pash Toptani. Në këtë kohë, Kralj Nikola kishte dërguar mëkamësin e vet generalin më të shquar Vladimir Veshovicin, i cili kishte hyrë nga Torobosh i Gura Bons, edhe erdhi në shtoj një pjesë të forcave i përqendroi në Shkodër, një pjesë tjetër i kishte qëllim të niste në drejtim të Dukazhinit. Qëllimi për të marrë për Dukazhinit ishte sepse Dukazhini ishte ermatosur, edhe këtë shpeshherë nuk e përcaktojmë si duhet, ose nuk e dim, gjatë të viteve kërngritjeve ditë 1910-11, kërngritësit shqiptar të Malësisë Madhe të Dukazhinit janë furnizuar me armë nga qeveria malazeze për të luftuar torqit. Edhe tani me ndryshimin e situatave, Mali i Zi filloi të nxjerrë pretendimet e veta territoriale ndaj Shqipërisë. Kërkojnë armët. Edhe kishte pretendime territoriale, por do thotë armët që u kanë dhënë tash më ndaj këtij, sepse kishte frikë. Në këtë situatë, ka erdhi Dukazhinit, një ndër ata ka qenë nga kryesorët ka qenë Mehmet Shpeni, i cili ka pasur edhe takim rezidencial me Kralj Nikolën në vitet 10-11 me Dexhin Lulin e me krerët e Luiz Gurakuqin. Merr takim me Veshovicin këto te ura mesit dhe i thot mos merr në një veprim ushtarak ndaj Malit të Zi, ndaj Dukazhinit, nuk dona me luftu me ju, por nëse na kërkon armët nuk do t'i japin, do të dëmtohemi edhe ne edhe ju. Nëse ke mundësi, unë po shkoj me një përfaqësi te Kralj Nikola, edhe marrim një takim me të, deri të kthehemi ne, mos merr një veprim luftarak, ishte qëllimi mos me bë veprim luftarak me shkaktuar gjakderdhje. Vladimir Veshovici premtoi, Kralj Nikola u nisën Mehmet Shpeni, Çonika, Marash Delia dhe Det Lulash i Lotajt, një përfaqësi për 4 vetash. Kjo është në fillimin e qershorit të 1915. Po. Tash sa u nis dërgata atje, Veshovici niset me një armat nga rjolli, kalon qafën e Bashkasit, futet në Pult dhe fillon çarmatimin. Pulti për momentin u zoi pa përgatitur dhe filloi çarmatosjen. Me ta marrë vesh se ushtria e Veshovicit hyri në Pult. Paraktari i Shalës Lush Parela dhe Prek Gjeloshi i Nisajve vinë dhe takojnë Veshovicin në Pult dhe i thonë, ne kemi bërë një marrëveshje, krerëtan janë në Malëzi edhe ne kemi dhënë besën që nuk do vazhdojnë veprime luftarake. Ky thotë kemi dalë deri në Pult dhe nuk do vazhdojmë më nej. Lush Parela tërhiqet, po atë natë që Lush Parela tërhiqet dhe shkon Zhal, Konstantin Nikiçi, zëvendësi Vladimir Veshovici që ndërron në Shkodër, kurse Konstantin Nikiçi ishte një general i shquar me forca të shumta, me 1200 vet, në mënyrë të pa besë, gati të maskuar, kalon qafën e Boshit, futet në Gjimaj, futet në Mavris dhe përqendrohet në Dakaj Shalës, aty ku është edhe kalaja e Dakajve, edhe stacionohet. Duke parë këtë situatë, malësorët e Shalës e rrethojnë ushtrinë natën në mënyrë të befasishme, edhe sa ka fillu me dalë drita, kanë hellë kushtrimin me çtana poshtë, grykat i nxanë, qafat i nxanë, shtigjet i nxanë, edhe i kanë bathirit dorëzor se nuk e nga të del. Qindra poshtë kanë havatu i hellë, batare, mira zana duke u lërit dhe ushtrisë i hynit meri dhe Konstantin Nikiçi u detyrua të dorëzohet dhe ishte një humbje spektakolare, fatmirësisht pa dame
asë nga njëra palë shumë, u dorëzua në gjithë ushtëria e përbën veri 1200 veç, të cilët kaluan në rresht kolon për një, të urashal që janë krijuar 2 pushk në formë kendi, dhe aty kanë kaluar të gjithë për në armë, armët tua kanë majtë, edhe asnjë ushtar malazes nuk është keq trajtuar, as lënuar, bile përkundrazi, me ullërfyes shqiptar janë përcjell deri në plavë dhe në kusinë, derisa kanë në Rukofinin, vetëm kanë thënë, keni ardhur gabim, sepse po erdhet prap, kështu do ndaheni, edhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm në zhvillimin e ngjarjeve. Ndërkohë që Mehmet Shpeni, Çunike, Marrëzdelia ishin për bisedime në Malin e Zi. Me përpara këtij rastit që ka shumë, që nuk njihen shumë nga publiku, dhe ne zonë me i trajtu gjitha kështu sot, po me përpara kësaj ngjarje me 17 qershor në Shal kishte ardhur një batalion tjetër i ushtërive malazeze nga Verjelinja, pra nga Malësia Gjakovës, Gashi, Krasniqja, dhe ata kishin marrë nën vërejtje priftin e Pejs, priftin e Gjakovës, parin e Krasniqjes, kalun në Gash, Krasniqje, Nika, i mërtur, duke u thënë s'kena punë me ju, do në me shku në Shkodër, kjo ishte parulla atyre demokratike, edhe futën në Shal. Në Shal kërkojnë kryeparikun e Shalës, në Lushprelen. A i shkon në takim atje, kur shkon në takim, befasisht gjendet në presionin e 100 armëve malazeze, të cilët i thonë ne do kalojmë, dhe në qofë se ndodhë në gjanë Shal, do vritësh ti edhe njerëzit që keme veti. Për momentin e lejun, edhe shku në ustërhuën të afër kish Shalës, ngritën kampin, ndërsa natën, djelmia Shalës, la kushtrimin, edhe djelmia Shalës e shoshit u mlodhen, në zonë pritat, e përsëria të nërhyn negociatet, thënë nuk e në ardhë me u damtuve, që ke në ardhë me kalu, s'kemi punë, edhe tërhiqen edhe, pra me 17 qershor, tërhiqen edhe 1000 vetë tjerë nga Dokazini. Po më pas kishte vatra të nxehta, luftimesh, të cilat natyrisht kanë viktimat, bilancet. Paralel me rastin tash që ndodhi ky rasti i 4 korrikut, me 4 korrik është pika kulmore qendrës antimalazeze në Dokazin. Paralel kemi një qendrës tjetër në Currajt Epër edhe në qafën e Morinës. Atje malazez kishin nis një tjetër ushtëri, pra se urdhri ishte i pakthyeshëm që Dokazini duhet çarmatoset dhe nënshtrohet se s'ban. Tani kjo ushtëria vjen duke kaluar në Malësinë e Gjakovës, në Gashën, Krasniqje edhe në qafën e Kolçit, ndërkohë që në 4 korrik, paka shumë, paralel me ngjarjen që ndodhi në Shalë Kurëzun, në Currajt Epër, në udhëheqjen e Gjeleshram, se disa klerikë të patriotëve të tjerë, u zhvillua një qendresë e fortë, u mor posta që ishte në sundimin e malazezve, u zonë mbi 50 robër në qaftë Kolçit edhe në Currajt Epër, janë vrarë disa oficera, 10 ushtarë, dhe u arrit një sukses i shkëlqyer luftarak, ndërkohë që edhe nga Shoshi edhe nga Shala shkuan në ndihmë të Nika i Mërturit, ku Mark Sadiku ka qenë një nga ta eksponentët që kanë shkuar atje, dhe shpirti ideatori dhe kronikani i kësaj qendrese ka qenë Ad Bernardin Lupi, një klerik nga Gjakova, i cili është vrarë nga serbët me vonë, i cili e ngriti popullin pesh. Gjithashtu interesant është fakti se ky kishte një top që kishte një mitraloz që kishte lanë aty Hysni Corri, që ishte gjatë kthimit nga Dorçi që kishte qenë për mbështetjen e qeverisë vitit, kishte lanë një mitraloz te qela e tij në Nika i Mërtur. Ky futi një malsor që ta mësonte mitralozin, edhe në momentin kur tukën forcat malazese, ky malsorin nga Nika i Mërturi e përdori mitralozin, bani kërdin në ushtar, po do kriju një panik i madh, sepse ata menorin që mos është ushtria austriake që serbt ishin
në luftë me ta, sepse nuk menonin që malësorët kanë mitralës. Pra, gjithashtu rëndësit madhe në ngritjen e energjetës kombëtare në këto vite, ka luajtur edhe frati i Shalës, atë Qiril Cani. Tani, në momentin kur Alas kishte përfunuar ndeshja në qafën e Kolshit, niset nga Shkodra një ushtri tjetër në udhëheqjen e Marjan Pashës, një general, i cili vjen me ba ndërhymin e dytë në Dukazin, edhe me qarmatos, edhe me hakmar për 5 korrikun që ndodhin Shal, edhe kjo ushtria kalon në drejtim të qafës bashkasit dhe të planit. Kjo ka ndodhur në 9 korrik, ose 10 korrik, 9 korrik ka kënë dhe fillimi 9 korrikut, pastaj deri me 15 korrik, është zhvilluar amfiteatri i luftimeve në periudhën në zonën e planit. Është zona më e nxehtë. Zona më e nxehtë, aty atëherë janë përqendruar forcat e planit, pra të Pultit, të Shalës, të Shoshit, të Shllakut, të Toplanës, të Dushmanit, ku Nërkizat, qafa e Kodrakujns, Lugu i Kufinit, qafa e Boshit, qafa e Shtogut, janë ku i planit janë kthyer në arenë luftime shumë të ashpra dhe tepër të përgjakshme. Fillimisht kryengritësit kanë pasë përsi të dukshme ndaj forcave malazeze, por duhet kuptojmë dhe duhet të jemi gjithmonë koshient këta kanë qenë forca vullnetare me pak armatim ose përfituan nga armë që u morën edhe malazezvet, të cilët Shalnjan do diftuan bojarë që javdhan edhe Portit dhe krajinave të tjera, edhe u organizuar një qendresë e fortë stoike dhe ndoshta me pak kujdes, me një disiplinë taktike më të rregullt, mund të kishte pas të njëjtin fat ushtria malazeze si në rastin e Shalës. Por nga ana tjetër, ndërsa vazhdonin luftimet në plan, niset një ushtri tjetër shqiptar, fatkeqësisht pati edhe malazez, fatkeqësisht pati edhe eksponent shqiptar. Para në krye të kësaj armate ka qenë Mill Spaci. Edhe Mill Spaci doli tash nga Shkodra në qafën e Thanës dhe filloi të bombardonte me topa dhe me artilleri të randë. Krahas qafës Thanës mori në drejtim tjetër ushtri nga Guri Kuq për me hyrë në Shosh, edhe nga Guri Leks, dhe në momentet e para patën e përsi kryengritësit, zgjatja luftimeve, mungesa e municionit, gjithashtu dhe një fal lëvizje pa menuar mirë, një natë feste që ishte në atë kohë. Jo se dezertoi kush, po natën tu i menu se nuk do lëvizte kush, lëvizën për të shkuar në fest një pjesë kryengritësit, ata si çdo luftë ka dhe atletar, ka dhe që bashkëpunojnë me ta dhe u diftuan një shteg dhe përfituan malazezet që të nërhyjnë, pastaj ka nërhyjnë plan. Ndërkohë që nuk e sqaruar me këtë, para se me fillu lufta në plan, Mehmet Shpeni, Çunika, Marash Delia ishin të lidhur rrob në mes të ushtrisë malazeze. Detlureshin një nga këta eksponente që isha atje, e dërguan me u kallëzu kryengritësve se nëse kërset i push kundër tyre, do të vëritet Mehmet Shpeni, Çunika, Marash Delia. Ata i thanë, thuaj Dukazhinit mos të korritën. Dhe pushka e parë që krisi janë vëra Mehmet Shpeni, Çunika, Marash Delia. Ma ne janë fut në Pult, pas pyemjes kanë 79 tjerë të vrarë. Kurse në total nuk kemi vetëm 79, por kemi të vrarë në Shal, në Shosh, në Mollë Shoshit, në Cura i Tepër, në Qafë Kolçit, dhe numri i të vrarëve në këtë betejë shkon 110 deri 115, midis cilëve edhe gra, edhe fëmijë, ndërsa Konstantin Nakiqi pasi kaloi qafën e Boshit me komandë, kur forcat kryengritëse u detyruan të tërhiqen se s'kishin ku shkonin, bile kanë tërheq nga ato plana me kaluar për të Idrinit, por atje u kthyen mbrapa se ishin forcat e Esat Pashës, prandaj u ndodhen mes dy zjarreve, edhe ushtrisë malazeze, edhe ushtrisë Esatit,
dhe Tukazini është djegur me bori. Ka dhënë komandën nga qafa e Boshit, janë djeg gjitha banesat e Shoshit, të Shalës, planit po si po, edhe ka qenë një nga ngjarjet përveç rrethimit Shkodrës që është më përpara, në shekullin e 20 janë 2 ngjarjet më të rëndësishme, më të përgjakshme, por edhe më heroikët, më sfidueset, të cilat përjetoi Shkodra, përjetoi Dukazini dhe përjetoi Shqipëria natyrisht. Besa dhe pabesia, 2 anët, 2 skajet e një litari. Ndërkohë që përfaqësitë shqiptare kërkojnë bisedime dhe mos fillimin e luftimeve, nga ana tjetër ndodhe kundërta. Besa është vërtet jo në kombëtar që fatmirësisht ne e kemi me të fuqishëm, e kemi kult me shumë se çdo kusht tjetër, ndërsa të tjerët pothuajse nuk e njohin ose nuk duan ta njohin sepse don me arrit nëpërmjet mjetit don me arrit qëllimin. Pra, siç e thamë shkurtimisht, ushtria malazeze ka lëviz në territorin e Shkodrës e të malsive tona me penzjet marrëna ose mollër fys. Pra me referatin qofse në gjanat famollin tane do të vrasim ty. Shkuan ata me kërku marrëveshje që të gjetë një rrugëzjedhje me shpendi, Çunika Margjelia, akti i tyre është jashtëzakonisht fisnik. U diftuan të meqëm, trimave qendrëstarëse, edhe po të ishin nënshtruar, ata do hynin duke qenë. Por ata i dërguan fjalë që për ne vazhdoni luftën dhe mos u korritni. Gjithashtu, edhe Dukazinin e lehtësuan nga një barë ranë se po të ishin nënshtruar ata, dikush do kishte niku negativisht. Manej shembulli i tyre, shembulli i martirëve që kanë luftuar, që kanë dhënë jetën, janë gjitha luftëtarë që kanë luftuar, janë shumë emra, të cilët gjejnë pasqyrim në studimet historike, janë një burim jashtëzakonshëm frymëzimi, sepse dëshmorët, martirët janë moshti jetësor i një kombit dhe gjenerojnë lavdi dhe krenari për brezat e tjerë që duhet t'i njohin dhe duhet t'i respektojnë. Në këtë luftë krahas luftëtarëve, Dukazhinas një rol të rëndësishëm luajtën edhe disa drejtues ose njerëz të përmendur, por edhe klerik të cilët tentuan të kenë bashkëbisedim me pushtuesin. Si e vlerësoni rolin e tyre në këtë ngjarje, në këtë atmosferë luftimesh, në këtë dinamik shumë të shpejtë të zhvillimit të tyre? Klerikët u diftuan patriot me tepër se klerik, sepse pozicioni një klerikut është i pacifisti që nuk përvaret luftën. Para nuk do t'i frymën zjarrit luftës. Kurse këta klerikët që përmena unë, Avçir Ilsani, Bernardin Dhupi, prifti i curave tepër, Atë Justin Rota, kanë nikuar pozitivisht në nxitjen direkt të kryengrizëve. Pra, madje Bernardin Dhupi ka qenë vetë në vijën e parë të frontit. Edhe shërbimi më i mirë që i ka bën, jo vetëm ajo që ka bën gjatë ditëve të luftës, po shërbimi më i mirë është ai ka shkruar një libër. Një libër që ka vlera të jashtëzakonshme historike, që quhet Lufta me Malin e Zi e vitit 1915 dhe ka përcaktuar me detaj, me të mirat, me dritët, me errësirën, me gabimet, me heroizmin, me të vrarë, me viktimat, kryesisht qendresën që ja banë Nika i mërtur, sepse në atë kohë zonat kanë qenë të ndama edhe është si puna, unë e kam quajtur të shkrim zjarret e përgjakura të viteve 1900, është si një zjarr që shpërthen një vend, më ne shpërthen të gjitha drejtimet, edhe është nez flak, edhe Shkodra, edhe Malsia Madhe, edhe Dukazhini, edhe Nika i mërturi, edhe Malsia Gjakovës, ishin në flak të luftës antimalazeze. Edhe ky ka shkruar një libër që është më i miri në gjitha bodhimet që kemi. Krahas saj,
është Justin Rota. Justin Rota ka qenë në stadion klerik në zonën e Pultit, ka shkruar një libër me tregime novela rreth vatrës, edhe pasqyron edhe në formë të tregtarisë gojore këtë ngjarje, por duhet të thënë në atë kohë kanë Nikolle fletore zyrtare siç kanë populli, liria e Shqipënisë, kalendari, pra ose një vlerë të jashtëzakonshme rëndësi historike janë dokumentet për mbledhje për historinë e Dukagjinit nga 2 volume të shkruara nga At Zefarapi, janë dorëshkrimet të cilat janë në arkivin e muzeut, nuk janë botuar si botim, por pasqyrojnë në mënyrë të plot dinamikën e këtyre ngjarjeve, ku çdo historian që do më shkruaj për këtë ngjarje, ato janë burimet që kanë ndodhur. Pra, kanë ndodhur për shembull, ne duhet të pranojmë se para se me fillu kjo luftë, kur kanë hyrë Malazet në Shkodër, prek Bib Doda ka një eksponent i rëndësishëm, ka thirrë krerët e Shkodrës dhe janë mbledhur gjithë paria e Shkodrës, katolike, muslimane, gjithë krerët e maleve, Dukagjinit, Malësisë Madhe, Mirdicë, dhe është arrit një beslidhje për gjaqet, pra me ndërpret gjaqet. E dyta, janë marrë venime që ishte kohë luftet, me ruajt sigurinë, rregullin, sa të mundën në qytet, para një farë komisioni për mbrojtjen e qetësisë të rregullit Shkodër. Gjithashtu unë venos që në atë kohë tregtarët, spekulatorë binin importonin gjana, është vendos taks 100% për mallat përveç drithit dhe garurit që hynin në Shkodër. Pra kjo ka një rëndësi bashkërënditëse me rëndësi jashtëzakonisht madhe. Masën e gjatë kësaj periudhe, u vëra me shpeni, janë vëra Qerqi Stopulli dhe Muça Qulli, janë vëra në Shtoj, është vëra ma vonë Isa Boletini, pra llogaritë që krahas luftarëve popullore, krahas njerëzve që fatkeqësisht i pjesë e madhe nuk janë shpallur dëshmor për neglizhencë të organeve qeveritare, janë vrarë figura të rëndësishme, më të rëndësishme të lëvizjes kombëtare të fillim shekullit 20. Si e cilësoni pikërisht qendresën popullore? Dukagjini nuk ishte një ushtri të organizuar apo të mirë organizuar, dhe qendresa u bë në mënyrë vullnetare. Natyrisht pati luftime të përgjakshme, pati mobilizim. Dukagjini diftoi edhe një herë një shembull të shkëlqyer të vitalitetit, të adhetarizmit edhe të solidaritetit. Zakonisht në të periulla në Shqipëri e izoluar të përçam, lëvizjet kanë pas karakter lokal. Megjithatë, të marrim rastin e luftës së Planit. Luftën e Planit e zhvilloi larg trojeve të Shoshit, kanë shku Shoshi, kanë shku Shalla. Zhvilloi edhe më larg Toplans, kanë shku Kryenërisë nga Toplana. Zhvilloi edhe më larg nga Temali dhe Shllaku, kanë shkuar edhe Shllaks edhe Temals. Pra kanë marrë pjesë për t'i prerë ullën, ku në të momente ashtë rrezikshme, kur edhe kanë vdekur, si ka vdekur një dëshmor nga Toplana e disa të tjerë, mund të vritesh edhe në më kthesh në rosh, ai mund të thoshte po pres kur të vinë në shosh ose kur të shkojnë në shal. Edhe janë bërë si një trup i vetëm. Normalisht do të pranojmë se lëvizjet popullore as më tepër kanë qenë shumë inferior në armatime, në municion. Gjithashtu, veprimet luftarake kërkojnë edhe i farë disipline, kërkojnë edhe i farë strategjie, por janë diftuar guzimtar, mjeshtra shkëlqyer të terrenit, kanë arrit 3 kulme të rëndësishme, nuk përmend edhe gurin e Kuq, që ka ndodhur ma vonë në fillim të dhjetorit, kur forcat malazese që kishin uzurpuar Dukagjinin kërkojnë të tërhiqeshin. Gjatë kësaj periudhe, para se me ndodhë gur Kuq, kemi edhe djegjen e një fshati historik si që është Molla, stre shekullore e luftarëve të lirisë në Dukagjin nga vetë pozicioni, është rrethu Molla, është djeg Katuni, janë vrarë 6 veta, ndërta dhe një grua, Drënë Gjeloshja, janë plagos 3-4 tjerë, dhe
Me vonë, luftarët e Mollës dhe të Çoshit në gurin e Kuqënllëtorit vitit 1916, 15 dhe fillimi i vitit 1916 i kanë zënë prit ushtërisë Mill Spacit në Gurë të Kuq. Vetë Mill Spaci është plagos edhe ka pësuar i disfat me të turshme, janë vëra. Tash unë nuk futem në te bilanci i viktimës se gjithmonë ka lojë fjalësh, por edhe nuk ka pas kronikan për t'i shënuar. Me të mërin është Prekal, ushtëria malazeze, ka desh të djegullet të vras gjithë burët e Plekalit, ka kënë frati i Prekalit që ka nërhyjë me autoritetin e vetë, me qetësi, tu ju lut, me mshirë, dhe ka shpëtu Prekalin pa djeg, edhe gjithë burët e Prekalit pa u pushkatu. Pra, është një përjull që se cila zonë ka ngjarjet e veta, ka dramacitetin e vetë, pra ndaj duhet përkujtuar, unë jam totalisht kritik, edhe ndaj përkujtime që i bëhan shumë pak, bashkia asnjëherë si ka kujtuar si duhet. Më pas, qëndrojmë pikërisht në këtë periudhë përfundimtare të këtyre luftimeve. Janari 1916 në Nika i Mërktur, kur kjo luftë pothuajse mori fund, por që la një situatë të jashtëzakonshme, të vështirë në Dukaqin, apo ja? Situata ishte nga më të ranat që njeh historia atyre maleve. Domethënë, ka vazhduar nga pranvera që nuk ka leju mu bë shërbim të mielave as në kohën e prashitjes, as në kohën e ujitjes, edhe janë dëmtu. Përveç kësaj, vjeshta erdhi e ftoft me lagështi, ma ne i kapi ftoftësia, edhe ato kollomoqet që ishin pak nuk u poqen, shtëpiat ishin djegura, baktit e thera, se gjitha i kanë gjetë bakti, pasurit, gjitha i kanë grabit. Ushtria, edhe në këtë situatë, tepër të ranë, në vitin 1916, shfaqet, jo vetëm Dukaqin, po edhe në Shkodër, edhe në Evropë shfaq Smunja Kolerës, e cila ishte edhe akoma më të mbershme se sa kjo luftë, dhe vetëm në theth dhe në shal, nga kolera kanë vdek 575 vetë. Mi ka lënë numri të vdekur nga kolera, plus të tjerë që vranë gjatë luftave, të gjitha këto i ka përballuar 1 vjet e gjys Dukaqini, Shkodra dhe Shqipëria. Regjia, keni disa inserte të cilat në mënyrë të përmbledhur në formë gravurash dhe artefaktesh pasqyrojnë pikërisht këto situata. Ndërkohë, do desha të dija si triumfoi jeta më pas, si urim kam jeta në Dukaqin pas kësaj periudha. Jeta një këngë atyre viteve që kanë pas me dhimbje popullore, thotë në Dukaqin jeta ka ndrruar. Shef djalë tri i kon tu i kënue, nuk sheh tufa tu i lëshue, nuk sheh ara tu i punue, pra megjithatë vitaliteti i kësaj zone, guximi, dëshira për jetesë, për punë, për sakrificë, panë që të kalojnë, pasojat ishin të rana, kanë zgjatë disa vite, por Dukaqini ka arrit ta kaloj me sukses, të jetë prap promotor në lëvizjet që kanë ndodhur për mbrojtjen e zheshtjes kombëtare, qoftë në luftën e Koplikut, qoftë edhe në lëvizjet politike të viteve 20 ka qenë tepër aktiv, ashtu si Shkodra, edhe Dukaqini ka qenë pjesë e opozitës së Lujzit Gorakusit, edhe në vitet 1924 Dukaqini ka përkrahur opozitën, Fanolin Gorakusin, edhe në vitet 1926 ka pas një përplasje tepër të rëndë me Ahmet Zogun, kërëngritja vitit 1921, ku përsëri pas pa mush 10 vjet, pothuajse përsëritet gati edhe njëjta situatë, se pas shtypjes kërëngritjes vitit 1926, takmarrja ishte shumë brutale
nga forcat zogiste. Nga lufta në luftë. Por Dukazini ka kalu nga lufta në luftë, nga sakrifica në sakrificë. Por jeta ka triumfu. Jeta ka triumfu, dhe mirë është që jo për mburje, por në radhë parë t'imagjinojmë se si janë ushqy. Pra, unë kam pas dëshmitar burrat vjetër dhe gjyshi jam ka thënë, janë ushqy me rnaj lisit, me boçat e mesit të i shtyp e me i blu, me hintha e me nena, se buk s'kishte as e trek Shkodrës, as e Dukazin kërkun, kishte bulmet, por nuk ishte buk, edhe kur nuk e buk pa bulmet, bulmetit myt, të banë edhe mazë isi me kënë, do me thanë ka kënë një situatë katastrofale, edhe kanë arrit që ta përballojnë. E dyta, duhet ta dim se barbarizmat kanë kënë mëdha, unë nuk po i përmend, por kam pas rast me një burr të vjetër që ka vrarë një serb të plagosur, bile ati e kritikoshin se bane gabim që e vrave. Kur i ka gjetë në dorë, në çantë dorën e një personi, atëherë tha, me si pa ta marrë rrugën me shku të kroni me mush ujë, me i sjell i pagure ujë se ishte i plagosur, i kam ra push këresa dhe kam ra. Pra, shpesher ne shqiptarët edhe në konfliktet me njëri tjetrin jemi diftu të ashpër, por barbarizmat tillë nuk nje. As kanuni jonë, as e drejta jonë zakonore, as morali jonë. Sa e rëndësishme është që njerëzit ta njohin sa më shumë këtë histori, sidomos populli i Dukazhinit? Këtë histori du ta njohin populli i Dukazhinit, se populli i Dukazhinit është pjesë e Shkodrës, e Shkodra e Dukazhini janë pjesë e Shqipërisë, du ta njohin Shqipëria. E dyta, unë jam kategorikisht opozitar dhe i papajtueshëm. Nuk kujtohet lufta e Shkodrës me malin e zi, rrethimi i Shkodrës. Janë vrarë qindra njerëz, nuk kena një memorial për ta. Na kujtojmë vetëm atë Hasan Riza Pashën dhe luftarë shqiptarë që kanë dhënë jetën për Shkodrën, as se dim kush janë ata, as kena si memorial për ta, edhe i japim ngjarje atë dhe karakter të dyzuar. Kushtohet ta bëj këtë përveç se pushtetit, meqense se ju jeni të aktivizuar edhe në shoqatën Dukazhini edhe shoqata të ndryshme, a duhet pikërisht të lançojnë sa më shumë vlerat e kësaj historie mbrojtëse këtyre njerëzve në mënyrë që të sensibilizojnë ende më shumë dhe pikërisht ta fillojnë këtë ashtu siç një shoqat ka ndjeshmërinë ta bëj. Po, ne si shoqat dhe shumë intelektual janë përpjek që ti punojmë, të shkruajmë, të publikojmë në përmes shtypit e rrjeteve sociale, në mediat lokale që kemi këtu apo kombëtare, por duhet marrë iniciativë pushteti qendror dhe pushteti lokal të ketë kalendarin e festave të tyre. Nuk të lehet të ndorë spontanitetit. Nuk thuhet dëshmorët e planit. Lavdiu qoftë për jetë janë pjesa dërmuese dëshmorëve. Po 50 dëshmorë tjerë të Dukazhinit ku janë? Ku kanë lapidarin? Ku është qeveria si ka shpallë dëshmorë? As planit, as Shalës, as Shoshit, as Nika i Mërtorit. Ku është Shkodra që nuk e bën aktivitet për këta? Per vjet shkojnë e festojnë 2 prilin dhe gatrohen. Njëna palë shkon në rënd, tjetra çon punore të nuk i pranojnë tjetra. Ato janë ngjarje në kontekst tjetër, ngjarje të vona, ngjarje fatkeqësi që ka ndodhur, ngjarje njës dhe mirënjohje për martirt, po 4 veta janë. Ktu janë vrarë 110 vetë, si kujton ngarkosh. Pra, e dyta, përkujtohen ngjarje politike. Kryengritja e Posrrips, kryengritja e Malësisë Madhe, janë lufta tek fundit, janë lufta shqiptarësh me shqiptar, kanë vrarë shqiptar njëri me tjetrin. Edhe përkujtohen në mënyrë të njëanshme. Shumë mirë është përkujtohet lufta e Reçit. Është ngjarje e madhe, e vlerësoj. Por sa vetë janë vrarë luftën e Reçit? Sa vetë janë vrarë këtu? Edhe nuk është ngjarje, më thënë, po dalë me festojmë, bëjmë vetëm i lapidarin fort. Do ta ketë memorialin në Shkodër, mor. Duhet bëhet në një institucion kulturor Shkodrës me kanë një përvitje më kujtu. S'është nevojë me bë
as koncerte, por ta dinë shkollat, të flasin intelektual, të flasin historian, se ose mes me folë kodra mas bregut, se këto dokumente historike, kush do me i trajtu, janë trajtume. Kjo është post lufta. Post lufta. Dhe kjo është e pambarimt. Prandaj puna në këtë drejtim, sidomos në drejtimin e edukimit, është e pafundme, por dhe të vlerësimeve. Dhe ju patjetër që do t'jeni këmbgulës në mënyrë që kjo histori tragjike, zjarresh lufta, e cila e ka shoqëruar shqiptarin, po këtë zonë me që folëm sot, është vërtet një ngjarje që jo të qëndrojnë vetëm në faqet e librave dhe të historiografisë, por të njihet ende më shumë dhe ju, me që edhe patët kërkesë për të ardhur dhe për të lançuar pikërisht një rrjedhë të tillë historike, s'bë gjë tjetër veçse këtë mision që ju keni të historianit, të shkrimtarit, të intelektualit, që është pranë audiencave dhe në këtë rast RTS Shkodra ishte së bashku me ju. Faleminderit shumë. Të jam mirë njohsh. Kam marrë nga studiet më të nderuara dhe nga gazetarët më profesioniste në përvojë shumë vjeçare. Pikërisht për këtë synim është ardhja ime, edhe misioni juaj, edhe vlerësimi duhet jetë në mënyrë shembullore. Krenaria duhet me doreza gjithmonë, pra nuk është se shpeshherë disa donë shitmen të i pi kafa është letë. Bani kështu e filani, bani kështu e tjetëri. Mirë është që në ngjarje duhet me janë taban që duhet i shohin, ti njohin dhe ti vlerësojnë gjitha dhe s'ka si kontestim. Lufta që ki bo me të hujt është krenari e madhe. Ata e kanë të merë, po t'ja kujtosh ty zonin e 1200 robërve, e kanë të merë mërse, një të janë aty afre, e kanë përjetu me të merë të mërshëm. Ja, pra këto njerëz. Edhe nuk është zoni ushtrikot, ka kënë general shoqi, general më i madh i shtetit francez. E strukturuar. Unë dëshiroj t'ju falenderoj shumë, zoti Milani, që ishet sot në Mirëmëngjes Shkodër. Ne vërtet sot e drejton vëmendjen në një ngjarje historike, gjë që rrallë realizojmë, por vërtet ishte një bisedë shumë njohëse, dhe pse jo që të shton krenarin e Burrnis dhe Trimnis së Dugagjinit. Ju falenderoj shumë. Nuk e di a mund biseduam si që meriton e ngjarje, sepse ishte edhe një ngjarje që ka shumë dinamik, ka shumë shtrirje kohore. Asnjë bisedë nuk është sferruese. Ne vetëm se mund të japim informacione, sinjale, mesazhe. Shpresojmë të ketë shkuar tek ata që e kanë ndjekur këtë bisedë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit.